Të merr malli për Shqipërinë, Nela? Me thënë të drejtën, jo. Jo? Jo. Po merr malli vetëm për familjen që jeton aty, por për Shqipërinë, jo. Na i zhgënjeve gjithë shqiptarët këtu me këtë që the, se gjithë emigrantët me presin të vinë. Jo, unë përse jo, pra çfarë të bën ty të mos kesh dëshirën që të kthehesh në Shqipëri, përveç dashurisë që ke për familjarët e tu që është më se kuptueshme dhe dihet tashmë. Sepse ajo Shqipëri mua më bëri që ti kisha aty. Nuk kisha një të ardhme, sepse po të kisha të ardhme unë doria aty. Që ti jemi po të them që më mungon Shqipëria, jo, nuk më mungon Shqipëria. Mirë, ndoshta kam përshtypjen nuk të mungojnë këto pjesa e burokracive, gjërave ekonomike që mund të jenë këtu problemeve, po nuk është se s'merr malli për tokën tënde, se kam përshtypjen. Po. Nëse një shtet të këto ofron të ardhme ekonomike që të kesh mundësi të punosh dhe të kesh të ardhura, të paktën të krijosh diçka tënde, nuk kam çfarë dua. Po pra, me tjetër që me sa po kuptoj, një gusht. Ornela ti si shumë shqiptar tjerë je zgënjur me sistemin, pra, me mënyrën se si funksionojnë gjërat në Shqipëri, po jo se ke ndonjë gjë me Shqipërinë si shtet apo si tokë. Ndër të radhët njerëz që del dhe thot një të vërtet, ja plasin sy shqiptarëve sepse jam mësuar këto që në televizione të paraqitet një botë e gënjeshtër që vdesin për Shqipërinë sepse emigrantët po vdesin për Shqipërinë do ishin në Shqipëri. Pra kanë nik dhe përderisa s'janë kthy i bie që vdesin për Shqipërinë, se po ta donin Shqipërinë do ishin në Shqipëri. Dhe është i vetmi njëri që doli në televizion dhe e pranoi, sepse në televizione paraqitet çdo gjë gënjeshtër, çdo gjë surreale, vetëm diskutimet që bën për televizion janë mashtrimi gjallë, sepse ato duan të paraqesin diçka që nuk është. Për të bërë Shqipërinë mrekullinë e tetë të botës, ndërkohë që në Shqipëri nuk funksionon asgjë. Më fal pak çfarë pyetjesh bëni dhe ju gazetarët se jeni rëndshëm fare. Po ja, thash se do Shqipërinë ti se ke hall me tokën, po. Ata na bëjnë dhëuna. Dheu i Shqipërisë, ata na bëjnë deti, mali, pema, lulja. Lançi nam çfarë pyetjesh bëni. Se çfarë mund t'i bëj objekti dheu? Njeriut. S'flet. Kush i bën keq? I bën njeriu. Ora jemi njerëz të këqij ne shqiptarët. Ne shqiptarët jemi njerëz të këqij. Ne sistemin e kemi të keq sepse janë njerëzit e këqij. Sistemi bëhet me njerëzit. Sistemi politik në Shqipëri bëhet me njerëzit. Jemi ne të këqij dhe është sistemi i keq. Nëse ne do ishim të mirë, atëherë sistemi do ishte i mirë. Nëse ne do ishim të mirë, ekonomia do ishte e mirë. Nëse ne do ishim pro ligjit, ligji do zbatoheshe. Se këto që janë politik, nga populli min. Si kanë marrë nga Arabia Saudite marrë në Shqipëri, as si kanë marrë nga Kina marrë në Shqipëri, janë shqiptarët që kanë jetuar në Shqipëri, janë rritur me frymën e Shqipërisë dhe i keni sot politik dhe nuk funksionon sistemi politik. Mos dilni nëpër televizione të paraqisni një gënjeshtër të madhe. Në vend që televizionet dalin dhe të paraqesin realitetin ashtu siç është, ato e kamuflojnë realitetin, komplet e kamuflojnë realitetin. Po, e pranoj njerëzit. Edhe unë se dua Shqipërinë fare, nuk i du njerëzit fare, shqiptarët nuk i du fare. Jam e detyruar të Shqipëri për arsye të tjera, ama mundësia e parë po të mjepet, po t'ik nga Shqipëria unë largohem direkt. Sepse populli shqiptar le për të shiru. Jemi njerëz të këqij. Sa të dalësh nga shtëpia duhet zgjesh me në njëri, se ta bën dikush përbërç. Sa asnjë se respekton ligjin, edhe të bën edhe për budallaj. Tha një të vërtet, u habitën gazetarët. Gjo për të habit është.